Në Durrës ka nisur plotësimi një peticioni ku kërkohet miratimi një amnistie ligjore që mund të lejojë qytetarët të dorëzojnë vullnetarisht armët pa e ndëshkuar penalisht. Peticioni është nismë e disa aktivisteve në qytetin Bregdetar në ditën ndërkombëtare për eliminimin e dhunës ndaj grave. Një peticion e cila tashmë i ka kaluar kufit e kohës. Kemi qenë vitin 97 që u hapën gjithë armët dhe sigurisht nuk kemi një amnisti. Është pikërisht piknisja në qytetin e Durrësit, piknisja me mbështetjen e gjithë institucioneve që na dëgjojnë për të bërë një amnisti në vitin 2026. Ta fillojmë bar 2026 të mbledhim armët që kemi në shtëpi, sepse është e pafalshme të vritet një grua, të vritet një vajzë apo të vritet një njeri. Referuar të dhënave zyrtare, Durrësi renditet qarku i parë në vend për rastet e dhunës në familje, ku nga janari deri në shtator rezultojnë 351 kërkesa për urdhra të menjëhershëm mbrojtjeje, prej të cilave 161 si vepra penale të dhunës në familje. Në fjalën e tyre, 2 gra që janë dhunuar në familjet e tyre thonë se denoncimi është e vetmja mënyrë për të shpëtuar. Shumë e rrezikshme është sepse ndikon tek fëmia, ndikoj te vetja ime, unë që jam këtu kam 1 vit e gjys që jam e divorcuar. Kam dojtur me zëre se me pike me spata, vetëm automatiku nuk isha. Nuk kanë drejt burrat tonë në dhunu nanën e fëmis. Kam 12 vjet. Sipas vlerësimeve aktuale, rreth 325.000 armë të palishme zotërohen nga qytetarët, duke u shndërruar në një rrezik madhor për komunitetet.